Në këtë vit që pamet që besimi, sidomos në Shkodër dhe veçanërisht tek moshat e reja, është kthyer edhe një herë dhe fuqizuar, dua t'jap vetëm një mesazh, të cilin e gjej kudo, prezent në çdo familje e ri që takojmë, rikthimin e vlerave tek baza e shoqërisë që është familja. Një familje e shnosht, është një shoqëni e shnosht, është një Shkodër e shnosht. Gëzuar, marsi për Shënvjet Bajramin. Është një ditë e shënuar për gjithë komunitetin musliman, por jo vetëm. Ne këtë fest e kena tashmë në Shkodër traditë tonën që e festojmë bashkarisht. Është një ditë e cila vjen mas një reflektimit të gjatë të muajit të Ramazanit. Një ditë e cila duhet të kulmoj me mëshiren, me bekimin, me dritën e Zotit mbi gjithë ne. Unë i uroj popullit shkodran, Shkodrës tonë, por edhe gjithë shqiptarëve kudo ndollen, gëzuar dhe për shumë vjet këtë ditë kaq të madhe siç kurse është dita e Bajramit. Gëzuar. Është një ditë e veçantë, ditë feste e gëzimi për gjithë. Jam i nderuar që në këtë ditë veçantë të përcjell këtu nga Shkodra urimet më të mira dhe më të bukura për gjithë besimtarët musliman kudo ku janë. Për mua Bajrami është ajo paqja dhe lumturia që vjen pas sakrificës sublime të Ramazanit, është ajo sprova e pranuar dhe që mbështetet në besimin dhe shpresën. Me Zotin pranë, ai të na udhëzoj në ato përpjekjet tona për të drejtën dhe për të vërtetën. Gëzuar gjithëve. Dua të uroj të gjithë besimtarët musliman, kudo që qofshin, gëzuar dhe për shumë vjet Fitër Bajrami. Paqja e harmonia qoftë në çdo familje kudo që qofshin ata, si në Shkodër, në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë. Gëzuar dhe për shumë vjet.